Punimet për ndërtimin e portit të ri të peshkimit në Durrës kanë nisur me hapjen e terrenit nga ku do të ngrihet ky port, ndërsa kompania fituese e tenderit ka ngritur kantierin e makinerive dhe automjeteve të rënda brenda hapësirës portuale. Fillimi i punimeve ka ndezur shpresën për sistemimin në mënyrë përfundimtare të sektorit të peshkimit, i cili për dekada me radhë është përballur me kushte të vështira ankorimi. Porti i ri i peshkimit do të ndërtohet ngjitur me murin rrethues të portit detar të Durrësit në pjesën perëndimore të tij. Aktualisht puna është përqendruar në hapjen e sheshit të ndërtimit nga ku do të ngrihet ky port. Projekti parashikon që porti të shtrihet në një sipërfaqe toksore detare prej 8 hektarësh, çka do të mundsojë ankorimin e 130 anijeve të peshkimit njëkohësisht. Projekti parashikon ngritjen e një skoliere prej 800 metra linear përballë murit perëndimor të portit, nga vendi ku ndodhet kapiteneria deri në godinën e stacionit meteorologjik. Brenda basinit ujor prej 8 hektar që do të krijohet mes dy mureve, do të ndërtohen 3 pontile me gjerësi 4 metra dhe me gjatësi 84 metra secila. Ndërtimi i portit të peshkimit do të realizohet me financimin e Bankës Islamike për 14.6 milion dollar, ndërsa punimet do të përfundojnë brenda një periudhe 20 mujore.